5 ditë pas mbylljes së raundit të parë të zgjedhjeve lokale, në një pres konferencë për media, doli kryetari i BDI-s Ali Ahmeti, i cili bëri një analizë të 2 cikleve zgjedhore, atyre parlamentare të vitit të kaluar dhe të këtyre zgjedhjeve lokale. Ai bëri pyetje retorike se si ka mundësi që fituesit e këtyre 2 cikleve zgjedhore të dalin humbës, duke aluduar se në këto zgjedhje lokale AKI ka fituar më shumë mandate për këshilltar dhe rreth 20.000 vota më tepër se koalicioni vlen. Ahmeti vazhdoi me retorikën e tij si në raundin e parë, kur opozitën e quajti vazal dhe tradhtar. Kësaj radhe gjeti një tjetër term, shoqata e Gazimestanit Len. Duhet përshëndetur me ato mangësi që i ka pas si proces, por si tërësi ka shkuar mirë. Qa më ka bërë përshtypje në këtë proces, si edhe në proceset që i lam pas, si në zgjedhjet politike parlamentare, ashtu edhe ata presidenciale, po edhe ky proces më tepër politik se sa zgjedhje lokale, që dominon sindromi i Gazimestanit, që humbsi na del fitues. Në këtë rast, Leni edhe në 2 ciklet që i përmenda më lart në zgjedhjet parlamentare dhe ato presidenciale, si dhe në zgjedhjet politike lokale, nga humbës del fitues. Në ndërkohë, ai sërish ka kërkuar zgjedhje të parakohshme dhe të shpejta parlamentare. Ahmeti tha se nuk do të tërhiqet nga politika, që siç shtoi, humbësit duhet të tërhiqen dhe jo fituesit. Sipas Ahmetit, partia e tij është fituese për 25 vjet me radhë dhe jo vetëm në 3 ciklet e fundit zgjedhore. Përse të tërhiqem më të a i më dëgjoni ju, a kini veja shaskini? Kush ka fituar? Humbësi duhet tërhiqet, jo fituesi. Në fund, Ahmeti shpreu gatishmëri për të bashkëpunuar me çdo parti shqiptare dhe parti të tjera për ta çuar vendin përpara.